Enea Busukja, punonjës i tatimeve në Shkodër, njëherë është pronar i biznesit që ishte në shënjesër të atentatit me eksploziv që e la të plagosur, ka mohuar të ketë konflikte që mund të jenë motiv për bombën në makinë. Në dëshminë e parë për grupin hetimor, 38 vjeçari mësohet të ketë thënë se nuk ka asnjë ide se kush ja dërgoi mesazhin e qartë kërcënues dhe aq më tepër për arsyen, duke shtuar se nuk ka pasur asnjë arsye që të dyshonte për një sulm të mundshëm. Nuk kam konflikte me askënd, nuk kam asnjë dyshim se nga mund të ketë ardhur kjo ngjarje. Ai ka sqaruar për grupin hetimor se shpërthimi ndodhi menjëherë sapo ndezi makinën, çka ka konfirmuar dyshimin se lënda plasëse ka qenë e lidhur me sistemin elektrik të mjetit që shërbeu si detonator. Atentati me eksploziv ndaj 38 vjeçarit u shënua të martën në lagjen Docmazi, e njohur si Arra e Madhe, i riu fatmirësisht mbijetoi pa dëmtime të rënda. Ekspertët e kriminalistikës sekuestruan prova të cilësuara të rëndësishme në vendngjarje, ndërsa grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe rrugë të tjera kryesore në kërkim të gjurmëve që mund t'i çojnë tek autorët e atentatit. Mbi bazë të pamjeve, hetuesit po tentojnë të ndërtojnë itinerarin e mundshëm të autorëve, të cilët dyshohet se janë larguar drejt fshatit Dragoç, ku u gjet e djegur makina që dyshohet se u përdor për atentatin. Mjeti është dërguar për ekzaminim në laboratorin e policisë së shtetit me shpresën që mund të gjenden gjurmë apo prova materiale që mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Policia e Shkodrës, si pjesë e hetimit, mësohet se ka shoqëruar për të marrë në pyetje disa persona, por deri më tani nuk ka asnjë të ndaluar si autori dyshuar i tritolvënies në makinën e tatimorit me veprimtari dhe në biznes.